pjesëmarrës, të nderuar studiues dhe miq të Fondacionit Çameria Santasini. Muaj qershor është një muaj shumë i rëndësishëm për ne, është më shumë se sa një muaj kalendarik, është një marshim për kujtesën, për të vërtetën dhe për të ndërgjegjen kombëtare. Gjatë gjithë këtij muaji, Fondacioni Çameria Santasini ka organizuar nga 10 aktivitete, që nga Gjilani në Kosovë, Durrësi, Tirana në Shqipëri dhe deri në Amerikën e Lagët, ku kemi prezantuar tragjedinë çame dhe mesazhin e Çamerisë në Festivalin e Filmit Shqiptar në Boston. Takimet tona janë shoqëruar me bashkëbisedime me bashkëkombëtarë, të cilët janë njohur jo vetëm me historinë tonë, por edhe me përpjekjet tona për sensibilizimin e çështjes çame. Nesër do ta mbyllim këtë muaj të rëndësishëm përkujtimor në Sarahat, Llogjer, Qabot, për të nderuar kujtimin e të rëndëve tanë në tokat që mbuluan nga heshtja Orioka Haresa. Ne kemi zgjedhur të udhëtojmë aty ku mundemi, jo vetëm për të folur për dhimbjen, por për të njohur njerëzit në të vërtetën e Çamerisë dhe për të fituar miqë dhe mbështetës të rinj, sepse kjo çështje nuk i përket vetëm të shkuarës, por i përket të ardhmes tonë të përbashkët. Çështja çame nuk është vetëm një histori e mohuar. Ajo është një padrejtësi e gjallë, një plagë që nuk është mbyllur sepse drejtësia nuk është thënë. Në këtë kontekst, dua të falenderoj dhe shpreh minjorjen e veçantë për historian dhe studiuesit e pranishëm sot, të cilët përmes punës së tyre pa lodhur i kanë dhënë kësaj çështje zë dhe dinjitet në një kohë kur institucionet kanë sjellur të heshtin. Ju keni mbrojtur faktet kur ato janë mohuar, keni ruajtur kujtesën kur ajo është shtypur dhe kjo është një akt kombëtar që i shërben jo vetëm çështjes çame, por dhe vetë nderit të historisë shqiptare. Fatkeqësisht, politikanët në dy vendet sillen herë si historian dhe herë si të paditur kur vjen fjala për Çamerin. Herë përdorin të çështjes si retorik dhe herë e varrosin me heshtje. Por detyra e tyre nuk është të interpretojnë historinë sipas nevojës, as të heshtin përpara saj. Detyra e tyre është që të japin kësaj çështje një zgjidhje politike të drejtë dhe dinjitoze. Është koha që të hapet një dialog i vërtet historik me studiuesve dhe institucioneve akademike të dy vendeve, ndaj duhet të përsërisë edhe një herë kërkesën tonë për shtetin shqiptar, në mënyrë që të kërkojë ngritjen e një komisioni të përbashkët historianësh grek dhe shqiptar për të ndriçuar këtë pjesë erë të historisë tonë. Nëpërmjet fakteve dhe dokumenteve historike të ndërtohet qasja e kulturë politike ndaj kësaj çështje. Vetëm nëpërmjet të njohjes së vërtetës të krimeve të ndodhura me shqiptarëve të Çamerisë dhe dënimit moral të tyre, mund të sigurojmë që kjo histori të mos përsëritet më. Po përtej analizave dhe fakteve, duhet të dëgjojmë edhe një zë tjetër, pikërisht zërin e të mbijetuar. 81 vite ata përsërisin kërkesën e tyre për të kthyer në shtëpi, atje ku kanë lindur, atje ku kanë jetuar fëmijërin e tyre. Do të ishte një akt njerëzor që këtyre të moshuarve të lejohet të vizitojnë edhe një herë të fundit shtëpinë e tyre. Shteti shqiptar do ta dëgjojë kërkesën e këtyre të moshuarve dhe do hyjë në biseda me palën greke për të mundësuar një gjë të tillë. Ata nuk përcunojnë askënd me këtë vizitë. Përkundrazi, ky akt do t'i hapte për një proces i reflektimi dhe paqeve midis së dy vendeve tona. Dashur miq, ne nuk kërkojmë hakmarrje, kërkojmë një kujtesë, drejtësi dhe respekt. Ne kërkojmë respektimin e drejtave humane të shqiptarëve të Çamerisë për të kthyer në shtëpitë e veta. Nuk kërkojmë dyshim kufish, por të drejtën universale që secili të jetojë në shtëpinë e vet. Do të vazhdojmë në konferencën e ditës së sotme, por kam nderin nuk do t'i ftoj unë edhe them se kush janë të ftuarit, por këtë mision dhe moderimin e kësaj konference unë do t'ja lë profesorit Hajredin Misufi, i cili është edhe ideatori kësaj konference. Ka qenë kërkesa e profesorit Hajredinit që të kishim një konferencë të tillë për të hedhur dritë mbi historinë e Çamerisë dhe momentet e caktuara të historisë tonë. Dhe fjalën tani e lë profesorit Hajredinit. Është një ditë përkujtimore. Çështja çame në kanë mbledhur sot. 81 vjet përpara u bën masakra e parë ndaj popullsisë çamerisë. Dhe sot e kësaj dite ka familje, nëna, prindër dhe pinjoll që vuajnë në shpirtrat e tyre dramën që kanë pësuar, fatkeqësinë që kanë pësuar, viktimat që kanë patur në familjen e tyre. Është në nderi në dignitetin e komunitetit tonë ta përkujtojnë këtë datë me dhimbje dhe me dashuri dhe me respekt për të rënën
dhe të mos e harrojmë asnjëherë këtë. Më vjen keq që ka pak të pranishëm. Çdo familje çame ka nevojë ta dëgjojë këtë homazh. Në qoftë se neve harrojmë historinë, humim identitetin tonë. Çamëria ka histori të lartishme. Dhe sot neve falenderojmë që në këtë takim me shumë interes kemi të pranishëm figurat e shkruara të historiografisë shqiptare, akademikët, historianët më të mirë, që duan të jenë të pranishëm dhe janë të pranishëm për të thënë dhe ata mendimin e tyre. Fjalën e ka profesor, doktor Pullum Gjufi, akademik i Shqipërisë. Në këta 100 vjetë ekzistencës në shtetit shqiptar, problemi qamë ka pësuar aq shumë lohati e zhvendosje, sa që sot është i nevojshëm një ripërcaktimi i tij. Në fakt, nëse në periudhën midis dy luftrave, luftës së parë dhe luftës së dytë botërore, çështja qamë ishte për politikën e shtetit tonë, çështje një krahine dhe një popullsie shqiptare të përfshirë padrejtësisht në kufit e një shteti tjetër, së cilës i mohoheshin të drejtat kombëtare civile, nëse pas luftës së dytë botërore ajo u kthye në çështjen e një popullsie të dëbuar me dhunë nga trojtë e veta, sot gjithnjë më shumë çështja çame rrezikon të shndrohet për politikën zyrtare të Tiranës në një çështje të harruar. Sot vjet re një kurp zbritse në ligjërimin politik formal, por edhe në praktikën politike të institucioneve të shtetit shqiptar kundrejt këtij problemi. Shumë kush në mjediset qeverisë mendon se ignorimi i këtij problemi Çampra, dhe i problemeve të tjera të mprehta që qëndrojnë pezull në marrëdhëniet tona me Greqinë, e bën më të lehtë rrugën drejt integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Dikur, në vitin 1920, Rauf Fico i binte në gjunjë një politikanit huaj për t'ju lutur me këto fjalë: shkërqesi në shpëtoni Çamërinë. Kjo ka ndodhur në 1900, kur ky patriot i madh, Rauf Fico, i ra në gjunjë një ministrit të jashtëm italian duke i kërkuar pra shkërqes në shpëtoni Çamërinë. Prej 35 vjetësh, politikanët e sotëm u bie në gjunjë të... A e ditë, lutem. Se dëgjohet shumë. Prej 35 vjetësh, politikanët e sotëm u bie në gjunjë të huajve për të kërkuar favore personale për të legjitimuar pushtetin e tyre, qoftë dhe duke shitur interesat e vendit e të kombit. Pas aneksimit dhunshëm të Çamërisë në 1913, një fitore historike ishte shkatërimi i planeve të Atinës për të shpërngulur në Turqi popullsinë çame muslimane në kuadrin e Traktatit të Lozanës të vitit 1923. Ka ne problem? Në atë rast, shkërqeu nervi patriotik e klasje diplomatik i personaliteteve si Mithat Frashëri, ministër fuqiplot i Shqipërisë në Athinë, apo i Benedikt Blinishtit, konsul i përgjithshëm në Gjerev. Fal tyre u shpëtua ajo çka mund të shpëtojë. U shmang shpërngulja çame drejt Turqisë në kuadrin e marrëveshjes turko-greke për shkëmbimin e popullsive. Në vitet 1920-1930, nga tribuna e lidhjes kombeve, shteti shqiptar ngriti vazhdimisht problemin e mbrojtjes së drejtave kombëtare civile të minoritetit çam në Greqi. Në trysninë shqiptare, edhe pse kushtetuta greke nuk e njihte ekzistencën e minoriteteve, kryeministri Venizelos u detyrua të krijojë një organizëm të veçantë, Komitetin për Minoritetet, në varësi të drejtpërdrejtë nga zyra e kryeministrit, i cili duhet të ndiqte gjendjen e minoriteteve e në këtë kuadër edhe të minoritetit shqiptar në Greqi. Por pas vitit 1934, si rezultat i ftohjes së marrëdhënieve me Italinë, pozitat e regjimit Zogut u dobësuan
në presionin e fortë të Athinës e të qarqeve grekomane në Imar, në vitin 1937, Zogu u detyrua të cedonte për hapjen e shkollave greke në Imar, në Palase në Dërmi. Nga ana e saj, Pala greke duhet të hapte 10 shkolla shqipe në Çamëri, në bazë të kësaj marrëveshje gentlemanësh, në fakt nuk hapi asnjë të tillë. Gjatë vitet lutës së dytë botërore, qëndrimi ndaj çështjes çame u përthye në 2 variante ndryshme që i përgjigjeshin secili grupimeve në luftë për pushtet. Grupimi djathtë, liberal-demokrat i përfaqësuar nga Valli Kombëtar dhe grupimi majt i përfaqësuar nga Fronti Nacional Çlirimtar e Partia Komuniste që drejtonte ata. Grupimi djathtë me fjalë deklaronte hapur vizionin e tij për një Shqipëri etnike, por siç duket vetëm me fjalë. Ai e komprometoi veten në raport me aleatët e mëdhenj anglo-sovjeto-amerikan, kur miratoi bashkimin e trojës shqiptare nga ana e pushtuesit nazifashist, gjë që në rast të fitimit luftës nga aleatët padyshim do rëndonte pozitën e Shqipërisë në traktativat e paqes. Nga ana tjetër, kur u pa qartë se gjermanët do ta humbnin luftën dhe bashkë me ta edhe bashkëpunëtorët e dyre vendas, Valli Kombëtar i hyri një aventurë tjetër të rrezikshme, duke i propozuar ai të djathtës greke të Napoleon Zervas, kasapit të Çamërisë, krijimin pas luftëve të një shteti dualist greko-shqiptar, pra të një konfederate, ku Greqia do kontrollonte funksionet kryesore të mbrojtjes dhe të politikës së jashtme. Kufiri mes dy vende nuk do ishte më një kufi shtetëror, por do ishte një kufi administrativ, që gjithsesi linte jashtë Shqipërisë, Kosovë me Çamëri. Do ishte Shqipëria e 1913-s. Fronti Nacional Çlirimtar dhe Partia Komuniste u gjendën më afër një zgjedhje realiste në përputhje me konjunkturat e momentit historik. Ata nuk e njohin Shqipërinë e madhe të krijuar në armët e pushtuesit, dhe që në fakt Çamëri nuk e bashkoi me Shqipërinë, bashkoi vetëm një pjesë të Kosovës, jo të gjithë Kosovën. Pra, komunistët e konsideruan atë Shqipërinë e madhe nën pushtuesit, një krijesë të pushtuesit që do mund të qëndronte për aq kohë sa do zgjaste edhe lufta, asnjë ditë më shumë. Nga ana tjetër, zgjidhja e problemit çam, që tashmë ishte problemi i rikthimit në trojet e veta të një popullsie të tërë të buar nga falangat e Zervës, gjatë masakrave të 44-45-s, paraqiste shanse më të mëdha në kushtet e një fitore të smajtës greke. Kjo kishte dhënë prova të një qëndrimi më realist ndaj popullsisë çame, ndërkohë që Zerva dhe djathta greke kishin bërë të qartë opsionin e tyre të vetëm, atë të zgjidhjes radikale të problemit çam nëpërmjet një operacioni të pastër të spastrimit etnik. Gjithsesi, në Greqinë e pas luftës do luanin një rol vendimtar Shtetet e Bashkuara dhe në veçanti Britania e Madhe, e cila jo më kot kishte investuar shumë në planin ushtarak, financiar dhe politik në Greqi. Dihet mirë që Churchilli u kthye në një sponsor të vendosur të planeve të djathtës greke për aneksimin e të ashtu quajturit Vorjo e Pirë, dhe në favor të këtij aneksimi foli qysh në dhjetorin e vitit 42 në deklaratën e njohur britanike mbi zgjidhjen e problemit kufirit shqiptaro-grek pas luftës. Pra Churchilli vuri në dyshim edhe kufit e 13-ës, jo më të mendonte për të bashkuar Çamërinë me Shqipërinë. Në fakt, në konferencën e paqes Parisit vitit 1946, qeveria e Athinës e rishtroi, siç kishte bërë dhe në konferencën e paqes të 1919-s, çështjen e aneksimit Greqisë të Shqipërisë Jugut. Kësaj radhe duke mbështetur në gjoja kolaboracionizmit, në thonjza, të shqiptarëve me pushtuesit gjatë luftës së dytë botërore. Por fale rezistencës fort partizane kundër pushtuesve nazi-fashistë, të njohur e vlerësuar nga vetë anglo-amerikanët, përfaqësuesit e Athinës dështuan t'i paraqesin shqiptarët si bashkëpunëtor pushtuesve e pra ta kreditonin pretendimën e tyre për Shqipërinë e Jugut. Sa i përket problemit çam, qeveria komuniste e Tiranës, prej fillimit vitit 1945, u muar me aspektin më emergjent të saj, atë të rikthimit të rrethanave të paraluftës, pra të rivendosjes popullsisë çame të dëbuar në vallkat e veta. Ajo gjykonte se kthimi i çamit do realizohej në kushtet e fitores së frontit të majt në Greqi
gjë që nuk ndodhi. Forcat e majta në Greqi ishin të destinuara ta humbin luftën nga momenti që Stalini e Churchill ishin marrë vesh për në jartë për çështjen e Greqisë që do i ngelej, si themi, frontit të perëndimit. Në këtë mënyrë, qeveria shqiptare detyrohet të trajtojë problemin Çam në rrugë diplomatike, kur në mars të vitit 1945 u konsumua përfundimisht tragjedia e spastrimit etnik Çam. Në 19 mars 1945 u thirrën në takim përfaqësuesit e fuqive aleate në Tiranë, anglezët dhe amerikanët, të cilëve ju shpreh protesta për krimet e forcave greke mbi popullsinë civile çame. Dhe u kërkua ndërhyrja e qeverive përkatëse të Londrës dhe të Washingtonit, pikërisht për t'i kthyer ato në adreun e tyre, në tokat e tyre. Pas një viti, në qershor 1946, Shqipëria i paraqiti konferencës së Ministrisë Punëve të Jashtme të 4 fuqive fituese në Paris, kërkesën për riadresimin e popullsisë çame, sigurimin dhe garantimin e drejtave të saj civile, kulturore, politike, kthimin e kompensimin e pasurive, rindërtimin e shtëpive dhe dënimin e autorëve të krimeve të kryera ndaj saj. Një protestë me terma ngjashëm ju paraqit nga Tukiakova pas më një muaji në vjesht 1946 edhe Këshilli i Sigurimit të Organizatës Kombeve të Bashkuara. Por më tej, me përfundimin e luftës civile në Greqi në favor të forcave nacionaliste konservatore dhe anti-shqiptare, problemi Çam doli nga agenda politike e Tiranës. Lufta e ftohtë e vendosi Shqipërinë në krah të kundërt me ato fuqi që mirë apo keq ishin qenë ideatore e sponsorët të shtetit shqiptar në kufit qoftë dhe të ngushtë të vitit 1913. Dhe që tani ishin paladin të mbrojtjes e respektimit të drejtave të njeriut dhe të minoriteteve. Rreshtimi në fronti lindor krijoi një vështirësi objektive për trajtimin e problemit, së cilët si shtoi dhe mungesa e çdo lloji marrëdhënie me Greqinë. Pas tentativave të Greqisë për të ridiskutuar kufiti jugor të Shqipërisë në konferencën e paqes Parisit në 1946, kujdes bashkësor i qeverisë shqiptare në marrëdhëniet me Greqinë, u bë njohja nga kjo e fundit e kufirit shqiptaro-grek, ashtu siç ishte vendosur nga fuqitë e mëdha në konferencën e Londrës në vitin 1913. Për këtë qëllim, qeveria shqiptare nëpërmjet sekretariatit të Kombeve të Bashkuara tentoi më kot të ulej në tryezën e bisedimeve me palën greke, e cila e refuzoi një gjë të tillë. Në kushtet e marrëdhënieve tensionuara me Greqinë, çështja Çame u përdor si një atu në betejën politike me Athinën. Kujtojmë për shembull deklaratat e ashpra mbi, citoj, tregjen e padrejtësive historike që në kuptoni ribashkimin e Çamerisë me Shqipërinë, me të cilët Enver Hoxha i drejtoi në fund të viteve 60 qeverisë koloniale të Athinës, të cilët kishin rilançuar me forcë propagandën për Lori Epiri. Me gjithë vendosjen e marrëdhënieve diplomatike mes Tiranës e Athinës në 1970, pala greke evitoi kontaktet politike midis dy palëve. Kështu që çështja Çame, ashtu si dhe problemet e tjera të rëndësishme pezur me Greqinë, si ai ligji i luftës, i njohjes kufirit, i kthimit pronave të qytetarëve shqiptar bllokuara me ligjin e 1940-s, ligjin e luftës, mbetën të gjitha çështjet pa trajtuar në nivel me liderët e Athinës. Megjithatë, për bërë një provë kurajeve e digniteti, fakti që prej vitit 1972, diplomatët shqiptar të akredituar në Athinë kanë kryer vizita të rregullta në zonën e Çamërisë. Ndaj kësaj treve u kanalizua dhe një pjesë e mirë e shkëmbimeve të grupeve artistike e kulturore që filluan të dërgoheshin në Greqi, duke filluar nga ajo kohë. Në mënyrë paradoksale, thelbi i çështjes Çame u paraqit madje në një atmosferë të acaruar nga udhëheqësi i fundit komunist, presidenti Alia gjatë takimit që ai pati me Mitsotakis si plak në Tiranë në 13 janar 1991. Ndonë se gjithnjë në kuadrin e një karte rezervë në thojsa, çështja Çame u nxor papritur nga Ramiz Alia, kur kryeministri grek paraqiti me arrogancë dy kërkesa themelore ndaj shtetit shqiptar. Atë të vendosjes së një kleriku grek në krye të Koashit dhe atë të rikthimit në Shqipëri të minoritarëve grek që kishin kaluar ilegalisht kufirin.
po këthimin e Çamit, me këthimin e Çamit, çdo bëjmë që pyetja që Ramiz Alia i bëri Mitsotakisit të vjetër, dhe nga ky moment biseda u ndërpre, nuk u realizua as konferencë e shtypit që i ke parashikuar, dhe në 3 maj të vitit 1993, kryeministri Mitsotakis erdhi përsëri në Tiranë, ku takoi kryeministrin e ri, kryeministrin e parë demokrat, Aleksandr Meksi. Pas debatit të shurdhët me Ramiz Alin të para 2 vjetëve, grekët kishin korrur fitoret e para në marrëdhëniet me fqinjën e dobët, duke filluar nga imponimi i klerikut grek Iabullatos në krye të kishës ortodokse autokefale shqiptare. Edhe në këtë takim, ku që i pranishëm dhe ministri i jashtëm Sereqi, që ishte mjaft aktiv, duhet të kjo me këto bisedime, pala shqiptare e rishtrojnë me forcë çështjen Çamit, me 3 komponentët e saj: lejimin e qytetarëve shqiptar nga Çamëria të vizitojnë vendin e tyre, kthimin e pronave kthimin e pronave të Çamëve dhe rikthimin e tyre në trojet e tyre. Kundërshtimeve të Mitsotakisit për të diskutuar më tepër këtë problem, kryeministri Meksi ju përgjegj se pala shqiptare nuk do të heqë dorë nga çështja Çamit. Shpërthimi i histerisë i tërbimit anti-shqiptar nga ana e Atinës zyrtare pas dëbimit të priftit grek Krizostomos Maidonis, propagandisti i Vorepit, deshi në një reagim pajtash për të qeverisë shqiptare. Në përgjigje të ultimatumit për 6 pikash të shpallur 14 korrik 93 nga kryeministri grek Mitsotakis, kryeministri Meksi në një deklaratë publike të 18 korrikut shprehi mes të tjerash, citoj: "Qeveria shqiptare kërkon që qeveria greke të njohë zyrtarisht ekzistencën e pakicës shqiptare të Çamëve, myslimane ortodoks, si dhe të arvanitazve që jetojnë në Greqi prej shekujsh. Në bazë të normave ndërkombëtare, ajo i njeh vetes të drejtën të interesohet për shqiptarët dhe minoritetin shqiptar në Greqi." Kjo që të themi betejë e fundit që përfaqësuesit e shtetit shqiptar bën me palën greke në mbrojtje të çështjes Çame. Pastaj erdhi dorëzimi, do thosha, pa kushte, erdhi viti 2005, kur presidenti Mojsiu me kurajo kishte organizuar një takim me presidentin grek në Saran, siç dihet, ku do shtrohej çështja Çame me forcë madje, ku një grup Çamësh kishin dalë për të bërë një pritje dinjitoze të presidentit grek, që ishte Papuliasi, ish luftëtar i luftës dytë botërore, të tjerë, dhe kur Papuliasi u kthye, kur mori vesh që një grup Çamësh paqësorë, gra, burra e fëmijë prisnin përpara hotelit të Butriti, e anulloi vizitën dhe u kthye nga rruga. I lajmëruar nga pushtetarë të Tiranës, të cilët të nesërmen në gazetat e pushtetit shkruanin që presidenti Mojsiu e kishte organizuar këtë takim, që ishte një kurth i Çamëve për presidentin Papulias, për inatën të qeverisë demokratike e cila ka realizuar marrëdhënie të shkëlqyera me Greqinë Fqinje. Fjalë për fjalë këto janë nga një gazetë e kohës, nuk përvem emrin. Pra, jemi në këtë situatë, mas 2013-ës pati një ringritje e problemit Çam, por për arsye se vetë Çamët ishin bërë ndërkohë një forcë e rëndësishme dhe politike në Parlamentin Shqiptar. Mos harrojmë që ishin 5 deputet, partia Çame, dhe u detyruan që me qeverinë e re greke të Tsipras, që ishte një nga kryeministra, do të thosha, më pak anti-shqiptar që ka pasur Greqia, u rishtrua, u hodh në tryez problemi Çam. Ministri i jashtëm Kocias nuk iku nga bisedimet, pra u pranua që të diskutoj problemi Çam dhe qenë fitore. Kaq që dhe kjo një
Një fluske që u shua, një 2.000 letë që u shua dhe sot jemi atë që ka e realiteti, jemi në një situatë ku çështja çame preferohet të lihet në jeshtë. Faleminderit. Falenderojmë akademikun Pullumxhuki për temën shumë interesante që trajtoi, nga aspektet e historisë Çamërisë, të cilat kanë një vlerë të veçantë dhe aty po shqiroj se si qeveria greke me reformat, me platformën e saj politike do të një spastrim të komunitetit Çam. Dhe kjo filloi këtë mesme dhe luftra e mbarimit të luftrave balkanike dhe veçanërisht ajo synimi kryesor i qeverisë greke ishte spastrimin etnik në kuadrin të shkëmbimit të popullsisë greko-turke që filloi në vitin 1923 dhe vazhdoi. Sigurisht janë disa etapa të rëndësishme të historisë Çamërisë, të cilat kanë vlerën e vetë dhe e falenderojmë profesorin që bëri një panoramë shumë të mirë të historisë Çamërisë. Tashti tema që unë do të trajtoj sot është një temë shumë interesante që për 80 vjet e më shumë ka qëndruar si një shaq i nxehtë mbi kokat e çamëve dhe ka qenë një nga synimet kryesore të politikës greke për t'i njolosur Çamërit si bashkëpunëtor me pushtuesit. Kjo temë vazhdon dhe sot, kjo akuzë vazhdon dhe sot, kjo propagandë vazhdon dhe sot, dhe kjo propagandë ka qenë kaq e fortë e qarkeve nacionaliste greke, sa që edhe në dokumentacionet e huaja, sidomos të atyre të anglezëve, përmendet një bashkëpunim i devotshëm i çamëve, i komunitetit çam me pushtuesit. Mjafton të kujtoj se në dokumentat britanike në vitin 1923-24 thuhet se 3.000 çamër bashkëpunuan me gjermanët. Sigurisht unë do të trajtoj disa aspekte, nuk do të hy shumë në hollësira, se kjo është një temë që kërkon një vëmendje të veçantë dhe do në kohën e vet. Problemi i Çamërisë që me jashtë kufive të Shqipërisë 1913 spekuloi shumë fashizmi italian dhe reaksioni fashist shqiptar. Pas futjes së trupave të italiane në Greqi dhe pushtimit të Çamërisë, shtypi, radioa dhe propaganda fashiste shpërndante lajme të bollshme të përpjekjeve të shqiptarëve në Çamëri nga qeveria greke, duke dashur kështu të injektonte dashurinë e Romës për minoritetin shqiptar në Çamëri. Në fakt, interesimi për Çamërinë mori formën zyrtare pak më herët, kur Ciano, kryediplomati italian, në fund të majit 1920 edhe në Sarandë, me bujë të madhe. Në fjalën e tij para të pranishmit, kishte arsye të forta të bënte premtime të bushme. Pra, citojmë, duhet kërkuar një shkak që të justifikohet Italia të kërkonte Çamërinë. Para se të largohej Ciano, i la porosit mikut të tij dhe bashkëpunëtorit Beut Çamërisë Nuridino. E para, të dërgonte në Çamëri armatime dhe municione, duke shfrytzuar dhe mundësinë për t'i hedhur nga ajri. Të organizonte grupe çamësh me anë të njerëzve të njëjtë të qellonin pas shpine forcat greke. Edhe e treta, të krijoheshin sabotime e turbullime në Çamëri. Por, kishte fillim, kur forcat italiane pushtuan qytetin e Filatit më 28 tetor 1920,
Ankojnë nga shamë në thonjza që nuk e mbështetën dhe i traktuar, dërsa propaganda greke akuzon si bashkëpunëtor me pushtuesit. Sa e pranishme ka qenë pjesëmarrja e komunitetit çam në mbështetje të forcave fashiste, mjafton të sjellim një dëshmi nga autorët grek të kësaj kohe, i cili shkruan: në thonjza, forcat italiane kishin në përbërjen e tyre element shqiptar nga rrethet e Konishpolit, mbështetës të Hasan Hajrullahit, ndërsa muslimanët çam ishin të rrallë si gishtat e dorës. Pushtimi fashist dhe mbështetësit e tyre ekstremistë profashist çam si vëllezëri Dino krijuan situata të vështira në familjet e të krishterëve. Në këtë situatë të tensionuar, shumë familje të krishterë gjetën shtrej e mbrojtje në shtëpinë e muslimanëve. Kjo është një temë vete të mbështetjes që gjetën muslimanët dhe krishterët e çamërisë, jo vetëm për të shpëtuar jetën që ta shëjmëron, por edhe për të shpëtuar punën. Tensionet politike 1921-1922. Shqiptarët e çamërisë ishin të çoroditur nga propaganda që bënte Nuridino dhe Mazardino kundër të krishterëve. Beu i çamërisë ndërkohë mori një fushat, mori një ekspedit kundër fshatrave malore të krajinës së Paramitis në shenjë hakmarrje për Delianaki, për krimet që kishte bërë Delianaki në vitin 1913. Kjo ishte me pasoja një disfat e plotë. Unë i kam dëshmi nga bashkosi që kanë qenë në ato formacione ushtarake të zgurmulluara me presion edhe me mashtrime nga Nuridino. Edhe çështja e kthimit të pronave u bë një burim konfliktesh në Çamëri. Pas kthimit nga internimit të Çamërit, pra Çamëri u internuan në prag të luftës italo-greke në 1920, njëkohësisht përfshirja e masës së Çamërit u ishte në nëntor të vitit 1920. Këtu shpastruan Çamit të gjithë meshkujt dhe mbi popullsinë Çamit u përdor një masakër, një grabitje e përdunime në familjen Çamit të pambrojtur. Sigurisht që këto kishin krijuar një situatë të vështirë dhe të acaruar në popullsinë Çamit. Dhe grekët, ku Italia pushtoi Çamërinë, hapë një propagandë se Çamrit janë akmarrës, Çamri do të na vrasë. Por këto nuk qëndron, sepse një historian grek, Zhango, në një nga veprat e tija, thotë, Çamri me logjik e mençuri nuk lejuan kur mërinë dhe hakmarrjen ndaj të krishterëve të pafashëm. Propaganda nacionaliste greke i akuzonte Çamët si vrasës, kriminal, djegës të fshatrave, ndërsa po ky autor, Zhango, në një nga veprat e tij në vëllimin e parë shkruan: "Sikur shqiptarët Çam të ishin vrasës dhe kriminal, do të ishte zhdukur çdo fshat i krishterë që ishte në rrethinat e fshatrave të Çamërisë." Pra këtu kemi disa pohime shumë interesante që duhen vlerësuar dhe duhen marrë në konsiderat, dhe kur shkruhet për Çamërinë, këta autor duhet të jenë, veprat e tyre duhen të jenë në krah të djathtë të autorit, se në këtë mënyrë neve bëjmë një histori të vërtetë dhe largohemi nga propaganda e qaqjeve nacionaliste. Në majën e vitit 1943 filluan disa konflikte. Sigurisht këto konflikte bëheshin nga njerëz që kishin një farë mlefi ndaj të krishterëve. Për shembull, një nga këto ngjarje është e majit 1923. Fshati Kastri, që është një fshat në rrethinat e Gumenicës, në mes të fshatrave të muslimanë, gjatë luftës kur Çamrit ishin në internim, fshati Kastri, disa elementë të krishterë të fshatit Kastri, grabitën, përdunuan,
fshatin, muslimanët e fshatit të bashku. Dhe këtu të shti njerëzit shkuan të akmereshin ndaj të krishterëve të Kastrizës. Paria e fshatit të Kastrizës lajmëroi parinë e fshatrave të muslimane që ishin në periferi të Kastrizës dhe ata kanë shkuar me një vendosmëri, me një jetë për të mbrojtur gjatë dertit. Dhe u arrit që të krishterët e Kastrizës, që ishin fajtorë, hajdut dhe grabitës, dorëzuan të gjithë plashkat e grabitura dhe në këtë kohë për muslimanët e varfën, muslimanët e Salitës, muslimanët e Grikohorit, morën dhe për te i lumit të Spatarit, morën me vete disa familje të krishtera në shtëpitë e tyre dhe i mbajtën me javë e muaj të tërë derisa të kalonte ajo vala e trazirave. Është për të përmendur fakti që popullsia muslimane, thot Xhango, nuk ishte dakord me krimin. Ata kërkonin të zhduknin armiqsinë dhe frymën e përçarjes. Ndryshe nga se propagandonte Nuridino dhe Mozardino, të hakmerremi ndaj të krishterëve, që na kanë bërë këtë, na kanë bërë atë. Ndryshe nga sa propagandonte Nuridino dhe Mozardino për të krijuar një përçarje në mes të muslimanëve. Dhe kjo përçarje që ata propagandonin qamëria dhe qamërit një pagonë shtrenjtë. Mjafton të kujtoj. Në nëndor, në 11 nëndor 1920, në Gumenec u vra Kristo Pitulli. Kristo Pitulli ishte një nga krerët, nga emrat, nga fishet më të shquara të vlehvet në qamëri. Aje kishte krijuar Gumenecën në 1928 dhe në këtë kohë shiti shumë Bagdi, ishte rreth 520.000 Bagdi dhe si që ka mësoj nga profesor Pullumi, ata eksportonin lesh që në shekulli 17 ishte familje madhe. Kristo Pitulli kishte marrëdhënie shumë të mira me shqiptarët. Jo marrëdhënie do me thënë me bazë interesës. Ky siguronte klotat në qamrit dhe ata e kishin këto si një klirë. Por pikrisht Nuridino, Mozardino dhe propaganda italiane për të krijuar një përçarje, një konflikt ashpër mes të vlehve edhe qamrit, vranë Kristo Pitulli. Dhe kë e paguan shumë shtetë. Dhe në shenjë hakmarri shkonin në përkamet e përqendrimit dhe zgjedhin burrat e qamërisë, është me dokumenta, këtu po flas të gjitha që kam lexuar. Dhe i merrnin dhe shkonin me varrin e Kristo Pitullit, i prishnin kokën dhe i thonin: "Se në shpjema do më gjak." Pra, unë për këtë në parantez do ta zgjas pak, kam takuar një nipin e Kristo Pitullit në 2006. Ishte një rreth 85 vjeç. Po ja frojsh të dëmë vjetër. Dhe më tregon disa emra qamësh që gjoja i kanë bërë krimet të mëdha në qamëri. Mua tha më kanë vra 17 vlehta në një ditë. Por kur t'i vra këto vlehtash? Në 22-shin, anë vjetor 22-shin. Kur u vra Jasin Sandiku, i thash. Jasin Sandiku është vra në shtëpinë e këto vlehtë. Dhe në shenjë hakmarri, e bërë këta. Balkanasët, hakmarin e kanë egrë, po edhe ju e kene të egrë, dhe juve u vranë Kristo Pitullin, në mënyrë të pafashme, u hakmarët, sigurisht ato ishin momente shpëndurie, por e tha që di qarë thonë për fishin tuaj, unë nuk kam për të botuar këtë i thash, por thonë, të ju të regoha. A i tha,
janë bërë dhe gabime, por hakmarrja është e egër dhe ndoshta pitulente në shenjë hakmarrje. Ky në atë kohë ka qenë 30 vjeç, edhe ky ndoshta ka qenë kasap i këtyre gjërave. Këtë mosgjate në këtë kohë Çambrit kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm. Mjafton që të kujtoj feta henjtë e Grikohorit. Feta henjtë e Grikohorit. Shpëtuan nga djegja Pllatareja. Pllatareja kush ka qenë, kur shkon në Gomenisht, në kratë të djathtë të shplazhit, në kratë të majt është fshati. Në shenjë hakmarrje shkuan për të djegur në fshat. Profetajet ishin me njerëz shumë influencë, shpëtuan fshatin. Shpëtuan dhe Grava. Grava është një fshat në periferi të Gomenisës. Marrin tjetër, Nuridinua dhe Mazardinua donte të krijonte një hakma, një përçarje në mes të fshatit Varfaj dhe një fshatit tjetër që ishte Fkin. Dhe këta Fkinët, Mavrulli, quhet i fshati Mavrulli, me të krishterë, kur këta ishin në krizë ekonomike dhe ishin mbyllur brenda nga presionet e Mazardinos, banorët e Varfajit i ndihmuan dhe i morën në mbrojtje. Një ndër këta ishte Isufi Zeti. Ky Isufi Zeti nga Varfajit, për shkak të ndihmës që u dha të krishterëve, u burgos. Dhe këtë nuk e themi neve që u burgos, po e thot vetë Zhanguar veprën e tij. U burgosot se ishte një mbështetës i të krishterëve dhe nuk donte përçarje në mes të krishterëve dhe muslimanëve. Këto misione të mrapshta i mori Nuridinua dhe Mazardinua. Mazardino erdhi në Çamri në qershor të vitit 1941. Misioni i parë i Mazardinos ishte të krijonte partinë fashiste në Grikohor, në Gomenisë. Atje nuk gjeti mbështetje. Dhe prej andej shkoi në Filat. Në Filat mblodhi parinë e fshatëve të muslimanëve të Filatit dhe ju propozoi të krijojë partia fashiste. Mirë po, edhe në Filat, paria e Filatit u bën të qartë bashkëqytetarëve të tyre muslimanë, nëse do të mbështetin propagandën fashiste që predikonte Beu i Çamrisë, Çamria do të kishte pasoja shumë më të rënda se si asnjëherë tjetër. Patriotët e Çamrisë treguan pjekuri, duke vendosur në krah të luftës antifashiste, duke thënë me zë të lartë se ky qëndrim duhet thënë me zë të lartë se ky qëndrim i shqiptarëve të Çamrisë i bën del Çamrisë dhe popullit çam. Në Çamri filluan formacionet e para antifashiste. Qeta e para antifashiste në Filat u krijuar në janar të vitit 1943. U krijuan formacionet e para antifashiste. Faktori kryesor i zhvillimit të ngjarjeve politike ishte Prokopshkjevi dhe Musadevi. Dhe në këto formacione luftarake kishte shumë djem dhe vajza, edhe vajza çare. Por duhet të ngjihet. Asnjëherë Çamrit nuk e ndjen ngrohtësinë në radhët e forcave të Amit. Ata janë parë në sy të shtërmër dhe me mos besim të madh. E di pse vjen kjo? Se kur krijuan formacionet e para të Amit në Filat, në Çamri, në kontingentet e këtyre formacioneve hynë edhe kriminalët ishin arrabi. Vasil Ballumi, për shembull, ishte një nga kriminalët kryesor që vrau Jasin Sadikun në dhjetor të vitit 1940. Në fillim të janarit të 43, ai kaloi në qetat partizanët e Amit. Sigurisht e Amit i shifte me mosbesim të madh. Janë disa autorë grek që kanë qenë situatë mbështetësit kryesor dhe kronistët e zervës në front.
Ata thonë, ne kemi qenë të rrethuar nga pushtuesit fashisht dhe nga çamët. Një tjetër thotë, dy janë armikët kryesorë të Greqisë, çamët dhe fashizmi. Sa e vërtetë është kjo nuk qëndron. Sepse në vitin 1944, kur Këshilli Popullor I grupit Ellasit I dërgoi presidentit amerikan Roosevelt në 15 maj 1944 një mesazh kur thuhet armiqtë që kanë shërmuar Greqinë janë agresorët italian, gjerman dhe bulgar. Shqiptarët nuk kanë pjesë. Si? Dhe ky është një autor serioz. Ky ka qenë diplomati, ambasadori I Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Greqi. Nga vitin 1933 dhe në vitin 1946. Macveje ka emri ky. Ky ka bërë një vepër të jashtëzakonshme, unë se kam parë këtë vepër. Ashtu. Por kam lexuar tek këtu dhe ky e citon në librin e tij në faqen 529. Pra duhet të thonë sepse ka një vërtetësi. Po ka e të tjerë, për shumë autor grek, që tregoi se komuniteti çak u rreshtua në krah të luftës antifashiste, nacional-shqiptare. Kundërshtarët kryesorë të kësaj qendrese antifashiste kanë qenë Dinejt, Mazardinua, Nuridinua, Gjemildinua, Regjedinua e të tjerë. Si shpjegohet kjo? Këta donin të krijonin një batalion dhe çamët të vinë në Shqipëri dhe të luftonin kundër partizanëve në Vërë, në Konishpol e në rrethinat të tjera. Këta nuk e arritën. Dhe bile, aq e vërtet është, sa që kryetari I Ballit Kombëtar të Shqipërisë, Mithat Frashëri, I dërgon një letër Nuridinos dhe I thot bën çmos në rrethet I njefti që janë të pasura, që janë një farë autoriteti, të grumullojnë forca vullnetare të krijojnë batalioni. Pra, duhet të theksoj se ky komunitet, kjo popullsi e vogël e çamërisë nuk u bë prek e propagandës tuaj, por përkundrazi ajo qëndroi në pozicionin që duhet dhe kjo neve na bën krenar. Sigurisht tu ka shumë materiale dhe duhet me orë të tëra që nuk është vendi as koha që të trajtojnë këto dhe nuk dua që të hyjnë hollësi që të mos u hinë hake dhe këtyre mikëve të mbi të dashur. Faleminderit shumë. Fjalën e ka drejtori Institutit të Historisë pranë Akademisë Shkencave të Hamit Kapa. Faleminderit, Edin. Jam I nderuar që jam sot në këtë konferencë dhe temi përkujtimore. Unë do paraqis një kumtes për të bimin e minoritetit sham si një hap I paramenduar I Greqisë. O marrë në ngjarje konkrete, duke I referuar disa burimeve, to që do referojnë kryesisht burime britanike, amerikane, që dëbimi I minoritetit sham nga Greqia, në fakt ka qenë një hap I paramenduar I Greqisë. Dhe arsyet nuk janë thjesht na sulmoj apo na luftoj në luftën e dytë botërore, por ka të bëjë me konceptin për minoritetet
në Ballkanën përgjithësi për krijimin e shteteve homogjene ka të bëjë jo aq vetëm se çamët ishin musliman dhe duheshin larguar si të tillë, sepse nga Greqia e larguar ose u dëbuan sigurisht një komunitet i madh ose gjithë hebrejt, rreth 60.000 hebrejt sigurisht ishte edhe prej Gjermanisë, por duhet të kemi parasysh që ka dhe njerëz konkret brenda Greqisë që kanë përgjegjësi për këtë akt që ndodhi. Historiani grek Yorgos Margaritis shkruan në një libër të tij, thotë Greqia humbi 2 komunitete historike të saj, hebrejt dhe çamët, duke i hequr ata nga lista e pakicave në këtë vend dhe duke krijuar një plagë e cila nuk është mbyllur edhe sot e kësaj dite. Masakra dhe spastrimi etnik i popullsisë çame në vitet 1944-45 është pjesë e zhvendosjeve të mëdha e të dhimbshme që ndodhen në mbarim të luftës së dytë botërore në Evropë. Por, në dallim nga një pjesë e tyre, bimi i minoritetit çam nga Greqia u krye tinëzisht nga forcat nacionaliste greke, të cilat shfrytzuan rrethanat lokale dhe ndërkombëtare, pa u mbështetur ndonjë akt ndërkombëtar të fuqive të mëdha, sikurse ndodhi me shpërnguljen e gjermanëve pas një vendimi të konferencës Potsdamit. Në largimin e detyruar të mijëra shqiptarëve çam nga territoret e tyre etnik, ka pasur rolin e vet edhe politika e pushtuesit italian dhe gjerman, por do të them dhe qëndrimi soditës deri diku nxitës si misioneve ushtarake britanike në Greqi. Duhet të thënë gjithashtu që, siç tha dhe profesor Hajredini, në mënyrë direkte apo indirekte, një pjesë e Parisë çame fiktoi me pushtuesin. Në këtë kontekst i jam përpjekur t'u jap përgjigje disa pyetjeve që kanë të bëjnë me konceptet e shtetit grek ndaj minoriteteve, jo vetëm atij shqiptar, i cili sipas meje është shumë i rëndësishëm për të shpjeguar atë që ndodhi në vitin 44 dhe 45, duke u mbështetur tek politikat e aleatëve të mëdhenj, kryesisht tek Britania e Madhe, por edhe të problemi i kthimit mundësisë për kthimin e çamëve ose rikthimin e çamëve në territoret e tyre. Pse kjo gjë nuk u bë mundur? Sigurisht nuk e di se do kemë kohë për të trajtuar këto, por me siguri që do votohen dhe unë besoj që do një votojnë. Të gjithë e dim që Britania e Madhe kishte interesat e veçanta tek Greqia. Interesat e saj ishin materializuar në takimet e Stalinit me Churchillin në tetor 44, por edhe më vonë. Dhe e dim gjithashtu që për Greqinë janë vrarë 40.000 britanik, kjo është referencë e Churchillit, jo thjesht në luftën italo-greke, por edhe më vonë me Gjermanë, me zbartimin në Greqi e tjera. Kështu që interesi Britanisë së Madhe për Greqinë ka qenë jashtëzakonisht i madh. Unë për të arritur në një konkluzion, domethënë se si mendojnë grekët të përgjithësi problemet e minoritetit, kam shfrytzuar një studim që do ta quaj një studim briljant të një diplomati grek, zëvendës konsul i Britanisë Madhe në Pire, i shkërkuar në vitin 1943 në nëntor dhe ai ka përfunduar në 9 mars të vitit 1944. Domethënë, përpara shpërnguljes së çamëve. Dhe që shpjegon në një farë mënyre që atë që ndodhi ishte programuar, ishte e menduar. Në 14 nëntor të 43-shit, Foreign Office i kërkon diplomatit Balfour një draft studim për çështjen e minoriteteve në këndvështrimin grek, të fokusuar në 3 çështje. Problemin e të bimit bullgarëve nga territori grek,
e dyta është për minoritetet në Greqi, në cilat fshin vllet, bullgarofonët, siç i quajnë ata, shqiptarët, hebrejt, armenët, maltezët, italianët, edhe ndonjë minoritet tjetër që mund ta mendoni ju i thotë. Po kështu, nëse i kërkohet gjithashtu të jap një ide nga këndvështrimi grek të diasporës greke jashtë Greqisë. Kur flitet për minoritetin, ose më mirë kur flitet për arvanitasit, duhet që është një komunitet plotësisht i asimiluar, vetëm një pjesë e tyre e vogël flasin greqisht, dhe ndërgjegja e tyre është greke. Realisht nuk bëjmë problem për Greqinë, për neve. Po kështu kur flet për problemin e pirit veriut, jep ca shifra që si gjithnjë janë të egzageruara, thot vetëm 100.000 qytetarë janë grek, thot, por aty thot gjendë edhe 150.000 të tjerë me origjinë greke. Evangelidis është ish konsulli që unë përmendam ja dërgon studimin, ja dërgon ambasadës Britanisë Madhe në Aleksandri, siç thash në mars të vitit 1944. Sigurisht që në krye të listës minoriteteve nuk janë shqiptarët, për vërtetës. Problemi më i madh për Greqinë ishin problemi i minoritetit turk në Greqi. Por i vetmi minoritet që kam iden njive dhe sot e kësaj dite në Greqi, sepse të tjerë nuk njihen, por duket që fuqia e Greqisë, fuqia e Turqisë nuk janë të balancuara dhe sjellja ndaj minoritetit turk është e ndryshme nga e Greqisë ndaj minoriteteve të tjera. Dhe kur vjen puna për minoritetin turk, thotë që minoriteti turk në greqisht trajtuar mirë, thotë, në Thrakën perëndimore, thotë, ndërsa të njëjtën gjë, thotë, nuk mund ta themi, grekët turke kanë ofruar për bullgarofonët dhe myslimanët shqiptar afër kufive të veriut. Do të thënë shpjela për çfarë. Sigurisht që spjegon me një lloj traktati, me traktatin e Lozanës të vitit 1923 këtë sjellje, por realisht po ta analizosh me logjik, është fakti që Turqia ishte një shtet i fortë dhe Greqia ishte një shtet më i dobët. Ndërsa Shqipëria historikisht ka qenë një shtet i dobët krahasuar me Greqinë. Dhe po të bësh një vështrim, do të thënë, ngjarjeve edhe pas luftë dhe mbarimit të luftës së dytë botërore, shqetësimi kryesor për Greqinë nuk kishte epiri i veriut. Epiri i veriut ishte pjesa më e parëndësishme dhe këtë provojnë edhe britanikët dhe amerikanët. Problem për Greqinë ishin dodekanez, ishte problemi i Kipros dhe sidomos problemi i slavëve në Maqedoninë greke. Por, duke qenë tash disproporcional ushtronin më shumë presion dhe ky presion në një farë mënyrë është ndjerë fort tek neve. Më leni të citoj një pjesë nga shkrimi i diplomatit grek në shërbim britanikëve kur flet për minoritetet. Po citoj, unë shpresoj po ai pa shumë pyetje, duke pasur konsiderat faktin që Greqia ka qenë aleate e Britanisë Madhe në 2 lufta botërore, ndërsa Bullgaria në anën e Gjermanisë. Kjo natyrisht natyrisht përfshin sakrifikimi, thot ai, si dëmi më të vogël të 60.000 slavofonëve. Të drejtat e tyre si minoritet, si gjykon, është parë përmes krijimit të një federate ballkanike, ku do të aderonte fillimisht Jugosllavia, Bullgaria
mund të shpresoj që se do fitonin forcat e majta në Greqi, do t'i bashkojë edhe Greqia dhe do të bashkojë edhe Shqipëria. Një federatë ballkanike e tillë mendoj që do t'i sfumonte problemet e minoriteteve dhe nuk do shkonin në çvendosje, popullsisht sepse kufin do ishin të hapura. Por ky projekt është kundërshtuar fort nga britanikët, shumë fort, edhe nga amerikanët është kundërshtuar duke filluar nga fundi 44-s në mënyrë të vazhdueshme, derisa Stalini u tërhoqi në fillim të vitit 1945 dhe e ringriti këtë, sidomos nga viti 1947 në rrethana të tjera të ndryshuara. Nëse do të krijojë kjo lloj federate, rrezik për Greqinë dhe Turqinë që do ishin pjesë e influencës perëndimit, shikoj se shumë rrezikshme. Dhe ka dokumente, ka studime, sidomos britanike, për rrezikun që i vinte Greqisë nga këto 3 shtete. Po them për Shqipërinë flitet për shembull për 2 divizione dislokuara në jug, në fakt nuk ka qenë ashtu fare. Ne që kemi parë kanë qenë vetëm 4 brigada dhe nuk është se ne kishim ndonjë plan për të sulmuar Greqinë bashkë me shtetet e tjera, por nëse këto janë studime. Tash më lejoni të flas se çfarë shkruan, çfarë përmendet në këtë studim që i dërgohet Foreign Office-in, që është studim shumë i rëndësishëm për problemin e shqiptarëve. Thotë duke u kthyer tek çështja greko-shqiptare, autori sugjeron se një zgjidhje, thotë ai, të keqe të fundit, dëbimin e 18.000 shqiptarëve musliman të mbetur në epirin grek, me qëllim që sipas tij të shmangin ngrinjet dhe mungesa e mëshirës njerëzore, sepse se çamë musliman mbeten dhe atëre në një mënyrë, siç thotë ky, do bëhen thotë si pre e popullsisë greke vendase. Dhe këtë lloj logjike e kanë përdorur vazhdimisht, edhe kur janë bërë përpjekje për rikëthimin e çamëve në periudhën më vonshme, domethënë ka një lloj urrëtie sipas tyre ndërmjet popullsisë vendase duke përfshirë edhe çamët e krishterë dhe popullsisë çame muslimane. Profesor Hayreddini foli për këtë gjë, sigurisht që mosmarrëveshje ka pasur, por unë besoj që është ky realiteti. Ajo do të theksoj është që flitet për 18.000 çamë në mars të vitit 1944, kur ende nuk ishte filluar dëbimi i çamëve. E dini që është në qershor dhe në mars 45, qershor 45, mars 45. Domethënë, këto lloj studimesh kanë ushqyer një filozofi të caktuar dhe kur flasim për fuqi të mëdha, do të kemi parasysh që kanë interesat e tyre dhe ajo që ka flitet në një farë mënyrë për Britaninë, domethënë nuk është pa vend, megjithëse duhet parë në një mënyrë si të them më elastike. Në të njëjtën kohë thuhet që parimet e nacionalizmit kërkojnë një ratifikim të kufirit greko-shqiptar në rajonin e Gjirokastrës dhe më pak se kaq në Konispol. Ka dhe këtu një material ndihmës mbështetës. Pretendimet greke, thot autori, shkojnë në tej, por ato duken të pabazuara. Tashti, unë kam patur rastin edhe kam shkruar tek Shqipëria dhe të mëdhejt tek studimet që kanë bërë edhe britanikët edhe amerikanët, dhe një pjesë atyre vijnë nga burimet greke, dhe ky qëndrim i këtij autori është i moderuar, sepse realisht Greqia, domethënë nuk flasim për Greqinë në këtë kohë sepse Greqia ishte pushtuar, por flasim për kaje të caktuara që në fakt mënyrë shprehin një filozofi të caktuar, sepse nuk kemi shtet grek, shteti grek ishte i pushtuar, por kishte një qeveri mbretërore në Egjipt,
por kishte njerëz saktuar që ishin pranë britanikëve, po ishte e njohur nga qeveria britanike dhe nga qeveria amerikane, kështu që zëri i tyre nuk është se ishte zënë shkretir, po shkonte në një drejtim të caktuar. Dhe domethënë kjo kërkesë që bën për Gjirokastrën dhe për zonën e Konispolit, në fakt përputhet tamam me studimet britanike. Unë i kam parë me shumë kujdes, edhe është në të njëjtën rezonancë me to. Po kështu flitet për mbajtjen e një plebishiti në Shqipërinë e Jugut. Do të kujtojmë që Karta e Atlantikut, që ne e kemi si pikë reference, është si plani Marshall në një farë mënyre që mundon të kënaqet që secili popull shikonte atë çka dëshironte ai, jo çka atë mund të merrte në realitet. Dhe problemi i plebishitit nga qeveria greke është ngritur që gjatë luftës së dytë botërore, plebishit kërkonte Kosova. Plebishit kërkonin gjithë popujt e tjerë. Sigurisht Karta e Atlantikut ishte shumë efektive dhe i shërbeu edhe luftës dytë botërore, por në një farë mënyrë dhave një lloj sigurie për atë çka do ndodhte pas luftës. Se si ndodhi në realitet, pastaj kjo është një histori tjetër. Flitet tash për plebishit, i cili thot duhet përfshi të gjithë të krishterët e rajoneve të Shqipërisë Jugore, në Papa e Piriveriu, të vëzhguar nga leatët apo nga zyrtar neutral, por gjithnjë në prezencë të vëzhguesve grek. Qeveria e cilëve duhet paguaj, thot, për këta persona që do dërgohen. Për individa apo për familjet e tyre që banojnë në rajonin që nuk përfshihen në plebishit dhe nuk kanë mundësi zgjedhje, duhen krijuar mundësitë që të emigrojnë në Greqi. Këtyre të fundit, sikurse muslimanëve shqiptarë ardhur nga Epiri grek, duhet u jepet asistencë. Supozohet në këtë se nuk parashikohet një zgjidhje ndërkombëtare si ajo që përmenda, një zgjidhje federative, duket që autori përket aspektit të gjatë dhe nuk i përket aspektit të majtë për krimin e Federatës Ballkanike. Domethënë, plebishiti nuk do përfshinte vetëm minoritetin e njohur grek, po plebishiti supozohet përfshinte gjithë të krishterët e Shqipërisë Jugut, që është sipas tyre është goxha i madh në ato shifrat që japin, dhe jo vetëm kaq, por edhe të krishterë të tjerë që ishin jashtë zonës së plebishitit mund të zhvendoseshin në Greqi. Për këtë kategori flet autori, nuk flet për këtë, si them, për çanët që duhen mbështetur e tjera, po flet për këtë kategori. Konkluzioni i këtij studimi që është goxha i gjatë është ky që Greqia dhe shtetet e tjera të Ballkanit i krijuan dhe i jetësuan shtetet e tyre kombëtare mbi teorinë e shteteve homogjene, ku minoritetet përgjithsisht ishin të padëshiruar. Minoritari mirë është, siç thot ky, është ai që flet greqisht, që ndihet grek, që kombet gjuhën e tij dhe është qytetar normal i Greqisë. Të tjerët nuk kanë vend në Greqi. Dhe ne, domethënë kur flasim, do ta shtrim këtë koncept jo vetëm thjesht me minoritetin çamë musliman. E njëjta sjellje është me bullgarët, e njëjta sjellje është me maqedonësit. Çfarë ndodhi në mbarim të luftës me Greqi? Në Greqi ndodhi ajo që minoritetet gati u zbën. Çamët ishte pjesa më e vogël, po të shikosh, hebrejt, rreth 60.000 hebrejt, kryesisht në Selanik, në Patra, në Korfuz dhe të tjerë, u zhdukën nga Greqia. Slavët, një pjesë e mirë e slave në luftën civile në Greqi janë shpërngulur 1 milion grek tonë, por janë grek kryesisht slav. Dhe pjesa më e madhe e tyre lëvizje në drejtim të vendeve të ish Bashkimit Sovjetik, shumica e tyre ngelin në ato vende dhe vetëm pas vitit 1981
u kthyen ata që ishin me kombësi greke. Kjo pjesë ngeli jashtë edhe në një farë mënyrë u bë pjesë e këtyre shteteve. I vetëm minoritet në Greqi, që duhet ta them edhe një herë, që ndjehet në një farë mënyrë i fortë është minoriteti turk. Logjika ta thotë po të kishte mundësi, edhe kjo do ishte për zënë. Po të njëjtën gjë më vjen keq ta them bën dhe Turqia nga krau tjetër. Domethënë, të njëjtën gjë ka bërë Bullgaria, shtetet e Ballkanit, përveç nesh. Ne kemi trashëguar një filozofi të mrekullueshme, them nga rilindja kombëtare shqiptare. Ne kemi trashëguar një filozofi që të gjithë ata që flasin shqip dhe ndjehen shqiptar, ata janë pjesë e shtetit, ata janë pjesë e shtetit shqiptar. Dhe ne nuk është se kishim nevojë për të krijuar një shtet homogjen, sepse aq sa na lan neve, na lan vetëm bërthamët. Pjesa tjetër ngeli e gjitha jashtë. Po s'ka ndodhur kështu me vendet e Ballkanit. Bullgaria ka luftuar fort me Serbinë, pavarësisht se janë slav. Bullgaria ka luftuar fort me Greqinë, pavarësisht se janë ortodoks. Domethënë nuk është thjesht çështje problemi fetar, por është problemi i shteteve homogjene. Që unë mund të merresh edhe me probleme të tjera këtu, por qëllimi i Britanisë Madhe ndonjë pyetje tjetër, pse nuk u bën mundur kthimi i Çambe që nuk ka shqetësuar gjithnjë mas luftës dytë botërore në Greqi, por po ta shikosh, është një mision i pamundur. Është një mision i pamundur dhe ndarja e madhe e luftës këtot në një farë mënyre bëri që secili të shikonte domenin e vet. Faleminderit.